Julit, përshëndes. Ju përshëndes. Aida në fakt bëhet fjalë për një hetim të prokurorisë së Lezhës për veprat penale, përdorim detyrë dhe ndërtim pa leje, i cili është finalizuar me caktimin e 9 masave sigurie ku janë përfshirë zyrtarë dhe ish-zyrtarë të institucioneve të ndryshme lokale dhe ato të kadastrës, si KMT-s dhe policisë së shtetit. Sipas burimeve, për Pjetër Tucin është caktuar masa sigurisë arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerë është thënë masë arrest në shtëpi. Ata janë Gentian Malota, ish drejtori i kadastrës së Lezhës, Artur Shabaku, ish shefi i sektorit të legalizimeve dhe zyrtarët e kadastrës Satmir Maxhuni, Luiza Bala dhe Heguran Gjina. Ndërkohë, 2 ish drejtues të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Drejtoria Lezhë, Flor Gjini dhe Kol Malaj, është ndaluar, pra është caktuar masa e sigurisë, detyrim paraqitje dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit, po ashtu është pezulluar nga detyra edhe inspektor policie në zonën e Shëngjinit, po ashtu është vendosur masa për të çaj ndalohet për të dalë jashtë shtetit. Martin Doka është ky. Martin Doka, bëhet fjalë për zonën e Shëngjinit, i cili pra dyshohet të jetë i për të veprimtarit të palishme. Tani, çfarë kanë bërë këta Juli në bashkëpunim me njëri tjetrin? Sipas të jo zyrtarë, bëhet fjalë se personat në fjalë duke mos vepruar kanë lejuar ndërtimin e një objekti në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, një objekt i cili është ndërtuar pa leje e më pas është legalizuar nga zyrtarët në fjalë dhe hetimi është kryer, pra ka nisur prej disa muajsh në ndërtimin e prokurores Iva Harka, që është finalizuar pra edhe me caktimin e masave të sigurisë për 9 persona dhe hetimet në lidhje me këtë çështje po vijojnë. Pra të gjithë këta lidhen me një subjekt të Rana e Hedhur? Të gjithë se janë 9-10? Me një subjekt të Rana e Hedhur, pra bëhet fjalë për një ndërtim pak nga informacionet që ne kemi, ku është konstatuar konsumimi i element veprës penale të ndërtimit pa leje, por edhe të shpërdorimit të detyrës, pasi dyshohet të jetë tjetërsuar edhe prona, me pas është ndërtuar objekti dhe është legalizuar në kundërshtim me ligjin. Paktën ajo çfarë po personi që disponon është pjesë e skemës? Në fakt nuk ka detaje me të shumta në lidhje me rastin në fjalë, gjithsesi po vijojnë hetimet vetëm këta persona. Për këta persona, pra 9 ku në përmenda faktësi për saktuar, janë saktuar masa sigurie, ndërsa ende nuk ka një njoftim zyrtar në lidhje me rastin. Pra, e gjithë bashkëpunimi ka bërë të mundur që me një aferë të krijohen struktura ku edhe prona tjetërsohet dhe nuk i takon investitorit, të lejohet të ndërtojë pa leje, dhe kemi pra disa personat përfshirë në një zonë e cila është strategjike, shumë e rëndësishme, ndërkohë hetimet ka nisur më herët dhe ne nuk e dim se kush është pronari apo në favor të kujt janë bërë gjithë këtë shkelje që sot për cilët janë marrë masa. Në fakt është caktuar masa sigurisë arrest me burg për Pjetër Tucin, nuk rezulton të një emër i njohur ose zyrtar, ka dyshime se mund të jetë personi i cili mund të ketë përfituar, por kjo mbetet për të sqaruar kur shohim edhe njoftimin zyrtar të prokurorisë apo policisë në lidhje me këtë çështje. Ajo çfarë duhet thënë është fakti se këto masa janë miratuar nga gjykata dhe janë ekzekutuar më një herë nga ana e policisë së Lezhës për personin në fjalë, pra arrest me burg, ndërsa 5 të tjera arrest në shtëpi dhe për personat e tjerë përfshirësisht drejtorat i KMT-s dhe policin e zonës është ndaluar për marrë masa për ndalim i kalimit jashtë vendit. Faleminderit Jul për gjithsa sollën në vëmendje. Faleminderit dhe ju.